Ju në gjatë jeta, a dini se fati i botës dhe i luftrave dhe i miliardave të dollarëve mund të lexohet vetëm në 3 sekonda, jo në kontrata, jo në marrëveshje, jo në marrëdhënie sekrete, por në një shtrëngim të vetëm duash. Sot do ju tregoj diçka që pjesa tjetër e mediave e kaluan me një kronik të thjeshtë. Do të zbërthejmë për plasjen e heshtur të 3 njerëzve që mbajnë në dorë butonat bërthamor më të fuqishëm planetit: Xi Jinping, Vladimir Putin dhe Donald Trump. Në pamje të parë, protokolli diplomatik duket i mërzitshëm, por nëse dini ku të shkoni, është një fushë betejë e pastër psikologjike. Kush dominoi në takim? Kush po nxiton sepse ka frikë? Dhe pse delegacioni amerikan u soll në Pekin si një grusht turistësh të mahnitur? Qëndroni me mua në këto minutat ardhshme, sepse ajo që do të zbulojmë sot nga makina presidenciale e deri tek lëvizjet sekrete të ish KGB-s do ju ndryshojnë plotësisht mënyrën se si e shihni gjeopolitikën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Plus në fund, do të shkojmë tek kufijtë e Ukrainës dhe bazat e Pentagonit në Europë për të kuptuar lëvizjen shokuese që sapo ka ndodhur atje. Nisemi tani. Do të marremi fillimisht me atë që quhet lufta e elektricitetit statik dhe bisha amerikan. Çfarë ndodhi? Ne pam Donald Trumpi se si zbriti nga avioni dhe u afrua menjëherë tek makina e tij. Shkojmë, fluturojmë në Pekin menjëherë. Vizitat shtetërore, miq, janë të programuara në sekonda, por njerëzit mbeten njerëz. Flasim pak për Donald Trumpin. Gjuha e tij e trupit është një makineri lufte. Donald Trump është i gjatë, ka prezencë fizike dhe një karakter që i afrohet narcizmit ekstrem. Një tip që nuk thyhet dot psikologjikisht. Dhe ja ku vjen detaji i parë, që pothuajse askush nuk e vurire. Kur Trump bërin përpara sallës së madhe të popullit, ai bën një veprim të çuditshëm. E prek makinën e tij presidenciale, të famshme në bisha, plot 2 herë me duart e tij. Po përse Trump e preku makinën e tij me duar 2 herë përpara se të takojë Xi Jinping? Herën e parë është një teknikë sigurie që e bëjnë shumë president. Prekin metalin për të shkarkuar elektricitetin klasik përpara se të takojnë liderin tjetër, që të mos shkaktojnë ndonjë shkëndij të sikletshme gjatë shtrëngimit të duarve. E keni parë kur na ndodh të gjithëve. Herën e dytë Trump e preku bishën përsëri. Nuk po shkarkonte elektricitet. Hera e dytë ishte e pastër krenari. Ishte sikur t'i thoshte Xi Jinpingut: shiko me çfarë kam zbritur nga avioni. Kjo është fuqia e Amerikës. Por loja sapo ka filluar. Trump fillon të ecë në pistë me hapa jashtëzakonisht të ngadalt, të kujdesshëm, dhe Xi Jinping nga ana tjetër qëndron statik pa lëvizur asnjë milimetër. Pse po ecte aq ngadalë? Ishte një provokim i pastër gjakftoht. Trump donte ta detyronte Xi Jinpingun të thyente protokollin dhe të bënte të paktën një hap drejt Trumpit. Një hap për kulje, por Xi Jinping asnjë lëvizi nga vendi. Qëndroi si statuj guri dhe kur duart e tyre më në fund u takuan, ndodhi ajo që ekspertët e inteligjencës e quajnë lufta e 11 sekondave. Shkojmë tek sekretet e shtrëngimit të duarve, Amerika dhe Rusia, sepse po t'i shohim me kujdes të gjitha pamjet e shtrëngimit të duarve mes Xi Jinping dhe Putinit, janë të gjitha kode për botën. 11 sekonda, aq zgjati shtrëngimi i duarve mes Trump dhe Xi Jinpingut. Për njerëzit e thjesht duket si një mikpritje e gjatë. Për ne që lexojmë gjuhën e trupit me kujdes, ishte një përleshje për jetë a vdekje. Kur takon dikë që e sheh çdo ditë, përshëndetja është e shkurtër. Kur nuk e ke parë prej kohësh, ajo zgjatet. Por kjo zgjatje mes Trumpit dhe Xi Jinpingut kishte vetëm rivalitet dhe garë për dominancë. Shikoni dorën e Xi Jinping, ajo qëndroi sipër në pozicion dominues. Trump, duke u ndjerë se po e humbiste kontrollin, tenton ta kthejë dhe e vendos përsëri dorën sipër. Një përpjekje e pastër për të marrë frenat në kontroll. Tani,
bëni një krahasim shokues. Sa zgjati shtrëngimi i duarve me Vladimir Putinin? Vetëm 3 sekonda. Po pse kaq pak? Sepse mes Putinit dhe Xi Jinping nuk ka nevojë për demonstrim force. Marrëdhënia e tyre është aq e natyrshme sa që nuk kanë çfarë t'i provojnë njëri tjetrit. Le ta shohim pak se si erdhi Putini në Pekin, cilat ishin pamjet. Vladimir Putini, duke zbritur nga avioni, ishte i buzëqeshur dhe ecte me shpejtësi, me një shpejtësi të pazakontë, pa asnjë dyshim. Njeriu që dukej më rahat ishte Putini, më i sigurt dhe sikur ishte në shtëpinë e tij. Vladimir Putini, kur zbriti në aeroport, ai ecte i buzëqeshur, pothuajse duke qeshur. Mimika e tij thoshte vetëm një gjë: u kthyem përsëri. Kur mbërriti tek salla e madhe e popullit, Putini as e shikoi makinën as e preku. Nuk kishte nevojë të shkarkonte elektricitet. Ai thjesht nisi të ecte me një shpejtësi të jashtëzakonshme drejt liderit Xi Jinping. Dhe këtu ndodhi ajo që çmendi fansat e detajeve ushtarake. Të gjithë e dim ecjen karakteristike të Vladimir Putinit, ajo ecja tipike e ish spionit të KGB-s, ku dora e djathtë qëndron e ngrirë pranë trupit, gati për të rrokur armën dhe lëviz vetëm dora e majtë. Këtë herë jo, Putini lëvizte të dyja duart dhe ecte me shpejtësi. Për një ushtarak të trajnuar si Putini, ky ishte pas një diskutim, një mesazh trupor që gënjente. Më ke munguar mik, dhe shikoni mimikën e Xi Jinpingut. Me Trumpin Xi Jinping buzëqeshi, por e mbajti kokën lart me krenari dhe distancë. Me Putinin, Xi Jinping buzëqeshi duke e çuar kokën pak përpara. Në kodet gënjeshtare të fytyrës, kjo tregon ngrohtësi, afërsi totale, por edhe mikpritje të sinqertë. Këtu të shkojmë pak te kurthi i Xi Jinpingut dhe marrëzia e delegacioneve është shumë e rëndësishme. Kujdes mos u gënjeni, në gjeopolitik nuk ka misi të pastër. Kina donte ta ftonte Putinin në këtë vizitë madhështore shtetërore në vitin 2024, pikërisht në fillim të mandatit të tij të 5, për t'i dërguar një mesazh të prerë Washingtonit. Kishte një dozë egzagjerimi në atë ceremoni, vetëm për t'u thënë amerikanëve, ne kemi alternativa të tjera, dhe ato janë më të forta se ju. Dhe kjo na çon në një moment tensioni të fshehur, që ndodhi në kopshtin e pallatit ku Xi Jinping kishte ftuar Donald Trumpin, atje ku nuk shkon çdo kush. Nuk shkon çdo kush, dhe këtë e tha vetë Xi Jinping, e pohoi me gojën e tij gjatë takimit me Trump. Trump hyri në kopsht dhe u shfaq i mahnitur nga bukuria dhe madhësia e vendit. Filloi të bënte pyetje, dhe këtu shpërtheu inteligjenca elitare e Xi Jinpingut. Ai e shikoi Trumpin dhe i tha me një zë të qetë: jo shumë njerëz vinë këtu. Vetëm Vladimir Putini ka qenë këtu. Bum! Çfarë goditje psikologjike. Mesazhi i heshtur ishte absolutisht i qartë. Ti je presidenti i Amerikës, por Putini ishte këtu para teje. Ne vendosim, këftojmë dhe këlargojmë. Marrëdhëniet tona do të ndërtohen mbi interesin, dhe ky dallim mes fuqive u pa qartë edhe tek njerëzit që shoqëronin presidentët. Le t'i themi gjërat troç. Delegacioni amerikan la shumë për të dëshiruar nga gjuha e trupit në këtë takim. Ju i keni parë një pjesë të fotove, të videove, një pjesë e madhe e delegacionit shihte rrotull nga delegacioni amerikan, kurse Sergej Lavrovi dhe delegacioni Putinin nuk kishin diçka për të parë. Gjatë transmetimit zyrtar, delegacioni amerikan dukej plotësisht i hutuar. Shihnin majtas djathtas me sy kureshtar, sikur të ishin turist në një muze arkitekture. Në nivelet të tilla diplomatike, kjo është tërësisht e papranueshme. Dakord, po të shohim Elon Musk që ishte aty dhe sjelljet e tij të çuditshme, ato tolerohen sepse Elon Musk nuk është diplomat. Por kur sheh sekretarin e shtetit Rubio të kthej kokën me habi dhe të shoh përreth
Kjo tregon se delegacioni amerikan ishte i mahnitur nga arritjet kineze. Nga ana tjetër, ishin rusët. Ata luanin si shtëpinë e tyre. Njerëz si Sergej Lavrov kanë dekada në ato poste. Qeveritë amerikane ndryshojnë çdo 4 apo 8 vjet, ndërsa delegacioni rus e njeh përmendësh çdo protokoll dhe çdo cep të Pekinit. Ata nuk kishin asgjë për të parë me kureshti, dukej sikur e njihnin çdo cep të atij vendi. Dhe këtu shkojmë tek bashkëpunimi pa kufi dhe shifrat që trembin Washington. Po të lëmë më njanë body language dhe gjuhën e trupit, le të shkojmë tek marrëveshjet konkrete që u nënshkruan pas këtij samiti. Sepse këtu gjërat bëhen vërtet shumë serioze. Partneriteti strategjik mes Kinës dhe Rusisë ka arritur në një nivel të paprecedent. Plot 25 vite pas marrëveshjes së tyre të parë të miqësisë dhe deklarata e tyre e përbashkët ishte një shuplak e drejt për drejt për Washingtonin dhe për Tel Avivin, për Izraelin. Putin dhe Xi Jinping deklaruan prerazi duhet ndalur menjëherë lufta me Iranin për të rikthyer stabilitetin në tregjet e energjisë. Sipas tyre, goditjet e një anshme perëndimore po destabilizojnë lindjen e mesme dhe po kërcënojnë sigurinë e zinxhirëve global të furnizimit. Por shikoni me kujdes shifrat e këtij boshti të ri, sepse janë shumë të rëndësishme, shifrat ekonomike. Rusia dhe Kina të dhënat e vitit 2025, përqindja vëllimi tregtar dypalësh $234 miliardë. Pjesa e Kinës në tregtinë e jashtme ruse 33%. Eksporti i gazit rus përmes fuqia e Siberisë 38 miliardë metër kub, importi kinez i naftës nga Rusia 20% e totalit të Kinës. Dhe ajo që të merron më shumë Washingtonin është fakti se Moska dhe Pekini e kanë fshirë dollarin amerikan nga transaksionet mes njëri tjetrit. Janë duke përdorur vetëm juanin kinez dhe rublën rus për t'i bërë transaksionet perëndimore plotësisht të padobishme. Plus, në zemër të këtij është projekti gjigant Fuqia e Siberisë 2, që do të kalojë përmes Siberisë dhe do të dërgojë 50 miliardë metër kub gaz në vit drejt Kinës. Kjo është garancia afatgjatë e sigurisë energjetike kineze. Kur një analist kinez u pyet në televizionin se si Kina e mban ekuilibrin mes Rusisë dhe Amerikës, duke qenë se tregtia me Amerikën është ende shumë e madhe me Kinë. Përgjigjja e tij ishte brutale. Nuk ka ekuilibër. Vizita e Trump ishte thjesht për të menaxhuar mosmarrveshjet dhe keqmarrveshjet. Vizita e Putinit ishte për të ndërtuar një rend të ri botëror multipolar. Kjo ishte përgjigjja e tij. Këtu shkojmë tek alarmi në Europë, frontet e reja dhe tek kurthi i madh amerikan. Ndërsa Putin dhe Xi Jinping nënshkruanin këto marrëveshje, në pjesën tjetër të botës, skenari i luftës po ndryshon në mënyrë dramatike. Në Ukrainë është ndezur alarmi i kuq. Kievi sapo ka njoftuar forcimin urgjent të mbrojtjes në veri. Pse e ka bërë këtë? Sepse ekziston një frikë reale se Rusia po përgatit një sulm të ri masiv nga kufiri me Bielorusin. Unë ju a kam treguar një ditë më parë hartën e Ukrainës që tregon kufirin verior prej 1000 kilometrash. Rajonet Zhytomir, Vylin në distancën prej 200 kilometra deri në Kiev. Ky kufi është plot 1000 kilometra i gjatë. Presidenti Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia po ushtron presion të tmerrshëm mbi Aleksandr Lukashenkon e Bielorusisë për të hapur territorin e tij tërësisht. Aktualisht, atje po zhvillohen stërvitje të përbashkëta ushtarake, përfshirë manovra me armë bërthamore. Ky skenar është identik me atë të vitit 2022, kur trupat ruse gjoja bënin stërvitje dhe pastaj mësyn drejt Kievit. Nëse ky front verior hapet, Ukraina do të përballet me 4 fronte aktive: jug, lindje, veri lindje dhe veri. Komandanti Syrski e tha qartë: kjo do të ishte një barë e rëndë që do t'i detyronte ata të tërhiqnin brigadat nga Donbasi.
dhe çfarë bën Amerika eksaktësisht në këtë moment është shumë e rëndësishme. Pentagoni sapo ka dhënë një njoftim shokues. Ka reduktuar numrin e brigadave ushtarake amerikane në Europë nga 4 brigada në 3 brigada, duke e kthyer praninë e tyre në nivelet e vitit 2021. Kjo është shumë e rëndësishme të analizohet, sepse kjo do të thotë shumë, pavarësisht nëse është taktike apo strategjike si lëvizje. Nga Parisi, ekspertët thonë se Europa ka rënë në një kurth të madh të varësisë ushtarake nga Amerika. Donald Trump po e detyron Europën të paguajë ose të përballet vetë me pasojat. Por Europa nuk e mbush dot këtë boshlik pa inteligjencën amerikane, pa satelitët e Amerikës dhe pa logjistikën e tyre. Europa është e pafuqishme. Ndërtimi i një shtylle europiane të mbrojtjes, siç thot Emmanuel Macron, kërkon minimalisht dekada. Dhe sot, Europa e mbytur nga krizat ekonomike, migracioni dhe burokracia nuk ka më kohë të përgatitet për këtë situatë të re, nuk ka më kohë të bëhet gati për këtë boshllëk të frikshëm të lënë rishtas. Në fund gjithçka lidhet. Amerika kërkon të shpëtojë Tajvanin, Rusia kërkon të mbrojë Iranin dhe të thyej Ukrainën, ndërsa Kina thjesht pret e qetë në qendër të botës, duke llogaritur lëvizjet e të dyve. Loja e madhe gjeopolitike nuk luhet me deklaratat zyrtare për shtyp, ju e dini këtë. Ajo luhet në lëvizjen e duarve të një ish oficerit KGB-s, në hapat e ngadalë të një miliarderi si Trump dhe në buzëqeshjen e fshehur të liderit komunist Xi Jinping në kopshtet e tij private. Boshti i ri është krijuar. Pyetja e vetme që mbetet është: a do të arrijë Perëndimi të kuptojë këtë përpara se të jetë shumë vonë? Nuk e di. Faleminderit që qëndruat me mua në këtë udhtim të thellë. Mos harroni t'i bëni like dhe subscribe kanalit, lini komentin tuaj poshtë. Kush mendoni se po e fiton vërtet këtë luftë psikologjike, ju lutem më njoftoni ke komentet. Unë do t'i lexoj ato dhe do të kuptoj. Të gjithë ju që doni t'i bashkoheni përpjekjeve tona për të dalë zot vendit në këto kohra të vështira, keni linkun e shkruar e vendosur te komenti i parë i pinuar. Do të rishihemi shpejt.